Përshëndetje të dashur nxënës, po fillojmë me orën e sotme të radhës, është konstruktimi i shumëkëndshmave të rregullt. Mësimi është në faqen 197 në libër. Gjithnjë jemi duke bërë konstruktime dhe ja sot po fillojmë me konstruktimin e shumëkëndshave të rregullt. Të konstruktohet një shumëkëndësh i rregullt, e dim që duhet përdoret vetëm kompasi dhe vizor rrjedhazësh tjetër. Ne vitet e kaluar kemi bërë konstruktimin edhe të katrorit edhe të trekëndëshit sipas elementeve të dhëna. Kurse sot ne do të konstruktojmë katrorin, gjashtkëndëshin të brendashruar në vijën rrethore. Duhet të rikujtoni se te shumëkëndshat e rregullt ka një veti shumë interesante dhe dalluese. Ajo është se te shumëkëndshat e rregullt të gjitha brinjët janë të barabarta dhe të gjitha këndet janë të barabarta midis tyre. Ka dhe një veti tjetër e shumëkëndshave e cila thotë se të çdo shumëkëndësh mund të jashtëshkruhet dhe të brendashkruhet vija rrethore. Andaj ne sot do të konstruktojmë shumëkëndshat e rregullt të brendashkruar në vijën rrethore. Pra, kur është dhënë rrezja e vijës rrethore. Pa humbur kohë, po fillojmë me konstruktimin e katrorit. Ja, hapi i parë, së pari çka bëjmë? Kemi vijën rrethore me qendër në pikën O. Ta dini se kulmet e katrorit do të jenë të vendosura në vijën rrethore. Për ta bërë katrorin në këtë vijë rrethore, duhet që vija rrethore të ndahet në 4 pjesë të barabarta. Si do të bëhet ky veprim? Së pari shënoj një pikë të çfarëdoshme në vijën rrethore pikën A. Pastaj lidhi me anë të vizorës pikën A deri në skajën tjetër, duke kaluar nëpër qendër të vijës rrethore. Me sa dini ju, ky është diametri i vijës rrethore, apo korta më e gjatë në vijën rrethore. Pastaj çka bëjmë? Marrim kompasin dhe bëjmë një hapje më shumë se rrezja e vijës rrethore dhe në anën e sipërme bëjmë një hark, po ashtu edhe në anën e poshtme bëjmë një hark. Të njëjtin veprim e përdorim edhe nga pika C, duke bërë një herë në anën e poshtme një hark, pastaj në anën e sipërme një hark. Pastaj marrim vizoren dhe tërheqim një drejtës e cila i bashkon këta dy harqe. Dhe siç po shihni, ta çka bëm? Vijën rrethore e ndam në 4 pjesë të barabarta. Pak më parë kishim 2 pika në vijën rrethore, A dhe B, diametri që i ndante, në 2 pjesë të barabarta vijën rrethore. Tash e kemi edhe diametrin BD, i cili po ashtu e ndan edhe në 2 pjesë të barabarta dhe formon këmbëllë shkallë me diametrin tjetër AC. Ja, në këtë mënyrë e ndajtëm rrethin në 4 pjesë të barabarta. Tash nuk na ngelet asgjë tjetër, vetëm ti bashkojmë këta pika radhaze njëra me tjetrën. Ja, bashkojmë pikën A me pikën B, pastaj pikën B me pikën C, pastaj pikën C me pikën D, pikën D me pikën A. Dhe në këtë mënyrë ndërtuam katrorin A, B, C, D. Tash, mbi katrorin A, B, C, D, ne mund të ndërtojmë edhe 8-këndëshin e rregullt. Mirë po, kjo vlen për ata nxënës të cilët dëshirojnë t'i thellojnë më tepër dituritë e tyre. Çka duhet bërë? Duhet bërë që këndin AOB ta ndajmë, apo brinjën AB ta ndajmë me anë të simetrales në 2 pjesë të barabarta. Po ashtu dhe brinjën BC me anë të simetrales e ndajmë në 2 pjesë barabarta, që i bie se tash vija rrethore ndahet në 8 pjesë të barabarta. Po që se lidhen ata kulmet të gjitha, fitohet 8-këndësh i rregullt, pastaj niset në 16-këndësh, e kështu me radhë deri në pakufi. Konstruktimi tjetër i radhës që është mjaft i nevojshëm për ne është konstruktimi i 6-këndëshit, po ashtu në vijën rrethore. Si do ta konstruktojmë 6-këndëshin në vijën rrethore? 6-këndëshin mund ta konstruktojmë në 2 mënyra. Së pari po shqyrtojmë rastin kur është dhënë brinja e 6-këndëshit. Dhe shembulli është si vjen. Ja shigjoni, le të jetë dhënë brinja AF e 6-këndëshit. Çka bëjmë? Marrim kompasin dhe bëjmë një hapje sa është brinja AF. Me këtë bëjmë një hark, ashtu që gjejmë një pikë të simetrales së tij. Njëkohësisht kjo pikë
është edhe qendra e vijës rrethore të jashtëashkruar të gjashtkëndëshit. Dhe tash nga kjo pikë, pa lëviz kompasin as pak, bëjmë një vijë rrethore. Tash i bartim këto gjatësi të gjitha, në vijën rrethore, që vija rrethore këtu ndahet në 6 pjesë të barabarta. Pasi të ndajmë në 6 pjesë të barabarta, nuk në ngelet asgjë tjetër, vetëm marrim vizoren dhe i bashkangjesim këta pika 2 nga 2. Me siguri po shihni të gjitha këto janë korda të vijës rrethore. Pra brinjtë e shumëkëndshme të rregullt gjithmonë janë korda të vijës rrethore të njëjtë. Ja u fitua gjashtkëndëshi i rregullt. Tash, po që se nga këto 6 pika i lidhim vetëm 3 pika, si mendoni se çka do fitojmë? Pra i lidhim vetëm 3 pika, do të fitohet trekëndëshi barabrinjës. Pra shiqo, në këtë njëjtin vizatim mund të vizatojmë edhe trekëndëshin barabrinjës. Po ashtu, në qoftë se këta brinjë përmes simetrales i ndajmë në 2 pjesë të barabarta, me siguri do shihni se fitohen 12 pjesë të barabarta. Dhe po që se lidhen ata të gjitha, do të fitojmë një 12 këndësh të rregullt. Ata 12, po që se i ndajmë një përmes simetrales, do fitojmë 24, 24 është një 48, e kështu me radhë deri në pambarim. Ne do të marrim në rastin tjetër, ku të konstruktojmë gjashtkëndëshin e rregullt, kur është dhënë vija rrethore. Pra konstruktimin e gjashtkëndëshit të rregullt kur është dhënë vija rrethore. Ja, kemi këte. Veprimet, së pari, pra kemi vijën rrethore, pastaj çka bëjmë? Në vijën rrethore caktojmë një pikë të çfarë doshme sipas dëshirës. Tash, pa e lëvizur as pak kompasin që e bëm vijën rrethore, bëjmë 6 harçe, pra shiqo, sikur që e bëm vijën rrethore, bëjmë harçe të barabarta në vijën rrethore. Dhe këtu po shihni se vija rrethore ndahet në 6 pjesë të barabarta. Etësh, kur e kemi ndarë në 6 pjesë të barabarta, po që se duam ta vizatojmë apo ta ndërtojmë trekëndëshin barabrinjës, çka bëjmë? Marrim një brinjë, një ndarje e marrim, një ndarje jo. Pra bashkojmë këtë pjesë me këtë këtu dhe me këtë pjesë këtu, dhe siç po shihni fitohet një trekëndësh barabrinjës. Mirë, po tash e kemi për ta bërë gjashtkëndëshin dhe ta bëjmë gjashtkëndëshin. Ja, shiqoni, bashkojmë të gjitha këto 6 brinjet. Edhe ja u fitua gjashtkëndëshi rregullt. Ja, në këtë mënyrë kemi gjashtkëndëshin e rregullt. Edhe pak ma të tjetë do të shkojmë për ata nxënës të cilët duan t'i thellojnë më tepër dituritë e tyre, ja do t'jap një ilustrim se si konstruktohet pesëkëndëshi i rregullt. Pesëkëndëshi i rregullt. Kur do të merrni ta ushtroni ju konstruktimin apo ndërtimin e pesëkëndëshit të rregullt, do t'ju kisha lutur që videon të ndalni hap pas hapi, shihni si bëhen këta veprime. Edhe të pesëkëndëshi i rregullt është i mbrendashuar në vijën rrethore. Veprimi i parë ç'është? Veprimi i parë tërhiqet një segment, një kord që kalon nëpër qendrën e vijës rrethore, de facto është diametri i vijës rrethore. Pastaj çka bëjmë? Marrim kompasin dhe gjejmë apo e ndajmë gjysmën e rrethit edhe në 2 pjesë të barabarta. Pra njërën pjesë, gjysmën e harkut e ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Pastaj, kjo simetrale, po shihni se e pret vijën rrethore në pikën S. Tash çka bëjmë? Nga pika S, duke hapur kompasin më tepër se gjysma, në të dy anët e kësaj gjysme të rrethit, bëjmë edhe një simetrale të segmentit SO. Ja tërheqim dhe aty do të fitojmë pika L. Pika L është mesi i segmentit OS. Tash çka bëjmë aty tje? Prej pikës L tërheqim një vijë rrethore, e cila do të kalon nëpër pikën S dhe pikën O, ndërsa qendrën do ta ketë në pikën L. Pastaj marrim vizoren dhe tërheqim një segment i cili kalon nëpër pikën M dhe nëpër qendrën e kësaj vije rrethore. Me siguri po vreni se pikëprerjet janë në pikën N dhe pikën P. Pastaj çka bëjmë?
Marrim kompasin dhe nga pika M, kurse lapsin e vendosim në pikën P, tërheqim një hark të vijës rrethore. Dhe ky hark i vijës rrethore, mbani mend mirë, është fiks 1/5 e vijës rrethore, e gjasisë së vijës rrethore në fillim. Do të thotë se kështu do të kemi gjithsej 5 brinje të barabarta. Në mënyrë tjetër, pra ja shigjoni, tërhiqet dhe një hark nga pika N, edhe këtu i kemi një ndarje të tillë, ja shigjoni, dhe tash po që se i bashkojmë pikën A, E, D, C, B, do të fitohet pesëkëndëshi i rregullt. Ja bashkimi i pikave. Ja në këtë mënyrë. Ja u fitua pesëkëndësh i rregullt. Kur do ta zgjidhni detyrën me pesëkëndëshin e rregullt, do t'ju kisha porositë që të hapni videon dhe të shiqoni hap pas hapi se si bëhet konstruktimi i pesëkëndëshit të rregullt. Për detyrë shtëpie, ju do duhet ti punoni detyrat në faqen 199, detyra 1, 2 edhe 3. Gjeni në mësimin tjetër të radhës, miru pafshim.